4 kërkesa drejtuar komunës së Tetovës dhe 3 kërkesa drejtuar qeverisë, por të shtatat pa asnjë përgjigje. Gjykata kushtetuese e publikoi vendimin me të cilin në vitin 2007 u riemërtuan 10 rrugë, sheshe, ura dhe objekte publike në Tetovë. Në arsyetimin e publikuar, gjykata kushtetuese bën të ditur se gjatë procedurës 4 herë ka kërkuar nga komuna e Tetovës dokumentacionin e plot që ka paraprirë miratimin e vendimit. Megjithatë, komuna nuk ka dorëzuar as kërkesën drejtuar qeverisë për marrjen e pëlqimit dhe as ndonjë dokument që dëshmon se një pëlqim i tillë është dhënë. Për të verifikuar nëse ekzistonte një akt i tillë, gjykata në 3 raste është drejtuar edhe qeverisë, por as ajo nuk ka dorëzuar dokument që do të dëshmonte se kishte miratuar listën e emrave të propozuar nga komuna e Tetovës. Nga dokumentacioni shqyrtuar, gjykata ka konstatuar se nuk ka prova se është respektuar procedura ligjore e parapar për ndryshimin e emrave të rrugëve dhe hapësirave publike. Për këtë arsye, gjykatësit vlerësuan se vendimi është miratuar në kundërshtim me ligjin dhe me parimin kushtetues të sundimit të së drejtës. Vendimi i shfuqizuar ishte miratuar në vitin 2007 dhe përfshinte ndryshimin e emrave të një numri të madh rrugësh, sheshesh dhe objektesh publike në Tetovë.